ande të tjerët. Jo të gjithë biznesmenët janë të përfshirë në listë. Joseph Diguardi, që ka udhëhequr lobin shqiptaro-amerikan, është në dieni dhe e ka thënë, e ka shprehur në një moment që udhëheqja shqiptare dhe një pjesë e madhe e biznesit shqiptar është i blerë. Ai nuk ka folur nga goja vet, ai ka folur nga dokumentat që ka marrë nga Departamenti Amerikan i Shtetit, dhe arsyeja pse është krijuar SPAK-u është edhe për të eliminuar këtë agjenturë të madhe që e ka mërthyer si një merimang si ekonominë shqiptare si politikën shqiptare. Por ka dhe biznesmen, për shembull, që janë dashamirës, që financojnë, dhe për shembull kur unë kam botuar veprën time etimologjia dhe semantika strukturale, ka qenë një biznesmen i cili më ka dhënë parat për të botuar veprën. Dashamirës të vegjël që japin nga 2.000 euro, 3.000 euro, nuk bëhet fjalë për gjithë atë vepër për 2.000 euro, ajo mund të doj 200.000 euro të botohet ajo vepër. Jo, për veprën time nuk bëhet fjalë për... Po dhe për 5.000 euro. Shumë të vogël, dhe për 5.000 euro, ja, se një pjesë e ke pagu veti. Kupton, ai të kanë ndihmuar, ja, 4.000 euro, 5.000 euro, kështu paguajnë nga 500 euro, 700 euro. Zamir Mane ka filluar për shembull biznesin e vet me minjerat e kromit, që ka pas profesionin, ti e di që ai ka qenë kolegu ynë shok shkolle kur kemi qenë Uritha, unë kam nejt vetëm një vit Urith. Kur kemi qenë... Unë e kam shok të minje, vlaj tim ka qenë shok klase me ta. Dhe djetë, Zamir Mane ka... Ndihmon vetëm këta gazetarët që bëjnë presione, po nuk ndihmon në këtë linjë. Publicistin që financon. Ai ka stratis të përgjigje pare po t'i shkruash. Ai thot çan këta UFO thot, kupton? Po mirë, sepse ai është i formuar në sistemin e fitimit, por unë i vlerësoj një pjesë të biznesmenëve sepse duke hapur bizneset mëdha ushqejnë me mira familje. Unë kam biseduar me një